شريك لك لبيك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falënderojmë, atë madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dërgim. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, jemi në syfyrin e 10. Tani të ulur në këtë sofër, ka nevojë ta mendojmë një fenomen. A e kuptuat të gjithë se me kalimin e ditëve të para filloi që agjërimit në bëhet më i lehtë, trupi jon u adaptua në adhurim. Kështu çdo adhurim, nëse dojmë të na bëhet pjesë përbërëse jetës sonë, atëherë duhet të bëjmë her pas here, të vazhdojmë në të me kontinuitet që të na bëhet shprehi. Dhe për këtë shkak, shumica e psikologëve musliman thënë që Ramazani është shkolla e ndryshimit, sepse në Ramazan do thotë 30 ditë me radhë e bën të njëjtën vepër. Do thotë 30 ditë me radhë e bën veprën e cila pastaj të bëhet ty shprehi, të bëhet e zakonshme dhe normale. Dhe kështu duhet mësojmë në adhurimet tona, në faljen e namazit. Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kush i fal 40 ditë namazet me xhamat duke zënë tekbirin fillestar, mbrohet nga munafiqlluku dhe nga zjarmi i xhenemit. Pse? Sepse 40 ditë e falura rregullisht në xhami do thotë e stabilizon këtë adhurim tek ti. 30 ditë agjërim e stabilizon këtë adhurim tek ti. Vazhdimisht namazi natës e stabilizon këtë adhurim të ti. Për çdo ditë leximi i Kuranit e stabilizon këtë adhurim të ti. Për çdo ditë dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes e stabilizon këtë adhurim të ti. Do të nëse na i bëjmë një plan program vetes son dhe të mundohemi që të pajisemi me adhurime, për shembull brenda muajit, 2 muajve, do ta bëjmë këtë adhurim të vazhdueshëm që pastaj të vazhdojmë. Njëjtë puna vlen edhe me sadaka, nëse ti për çdo javë e bën shprehi që në ditën e xumë të ndash sadaka, ta gëzosh në një familje të varfër, ajo të mbetet shprehi. Pra kështu agjërimi dhe kështu Ramazani është një shkollë edhe një ndihmës i madh për ndryshimin ton ka e mira. 10 ditë kaluan, 1/3 përfundoi, e lutim Allahun të ketë pranuar dhe na ka mbetë 2/3 dhe ashtu. Sikur të shkoi 10 shi i parë, ka me shku edhe i dyti. Ashtu ka më ardhur edhe i treti, që është domethënë 10 shi më i mirë edhe do thotë preferohet adhurim më shumë të bëhat. I gjithë kjo muj ka me shku për këtë shkak, i lumi ai që mori me veti këto adhurime, i mjeri ai që i kaluan këto ditë, edhe ai vazhdon me avazin e vjetër sikurse para Ramazanit. Allahu na dhasht inspirimin për xhir, na ndihmoft në punët e xhirit dhe na i pranoft ata. Zoti ju shpëlbeft. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.